Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe sot nga foltorja e Kuventit ka reaguar ndaj fyerjeve anti-shqiptare që u bën gjatë ndeshjes së futbollit mes Vardarit dhe Bashkimit. Snopçe ka akuzuar FFM-n dhe referin e ndeshjes se nuk kanë reaguar ndaj fyerjeve të tifozëve, ndërkaq ka kërkuar llogari nga ministri i sportit se çfarë aktivitete kanë ndërmarrë për të zgjidhur këto probleme. Pyetja ime, zoti ministër, është se çka keni ndërmarrë si ministri i sportit në këtë drejtim? A keni komunikuar me kryetarin e lidhjes futbollistike? Çka ju ka raportuar ai? A keni komunikuar me ministrin e punëve të brendshme? A e keni pyetur ministrin? Mos vallë policia ka qenë e ashpër në një ndeshje sportive, duke mbajtur anë dhe jo duke qenë në nivelin e detyrës së saj. Dhe çka është mendimi juaj në lidhje me këto incidente? Ndërkaq, ministri i sportit Borko Ristovski ka bërë thirrje deputetit që të mos e politizoj këtë problem. Ai tha se Ministria e Sportit po punon dhe veç më ka pasur takime me disa grupe të tifozëve për të qetësuar situatën. Problemet mes grupeve të tifozëve janë probleme shumë dekadëshe. Mendoj se të gjithë së bashku duhet të punojmë në qetësimin e tensioneve edhe të punojmë së bashku që dal nga dal të ulet e presion dhe me kalimin e kohës të zhduket, sepse me të vërtet nuk është e lehtë as për Ministrinë e Brendshme, as për kryetarin e federatës dhe në fund të ditës as për sportistët që janë pjesë e asaj ngjarje të pakëndshme. Kujtojmë se më 21 shkurt gjatë ndeshjes Bashkimi Vardari, tifozët Maqedonas Komitet kanë prohuritur thirrje raciste ndaj shqiptarëve. Pas kësaj FFM-ja dënoi skuadrën e Vardarit me një ndeshje pa publik dhe gjop prej 5.000 eurove për shkak të organizimit të dobët të sfidës dhe thirrjeve fyese në baza nacionaliste të tifozëve të tyre.